Pra, ashtu siç ka qenë deri diku e pritur, në mungesë të numrit të nevojshëm të votave, pati sërish ndërprerje të seancës konstituive të Kuvendit, por që kësaj here si ndërprerje u karakterizua nga një shkelje tjetër procedurale, ku kryesuesi i seancës, në këtë rast zoti Dehari, ndërpreu seancën pa pasur votim formal dhe pa i konsumuar pikat e rendit ditës, gjë që përbën shkelje procedurale. Në anën tjetër, tashmë është e qartë që situata është e bllokuar për shkak të mosofrimit të dorëheqjeve, obligim ligjor ky për kryeministrin dhe 15 ministra tjerë në detyrë cilët kanë fituar mandat të deputetit. Ne i bëjmë thirrje në fakt kryeministrit në detyrë dhe gjithë ministrave që në funksion zhbllokimit të punës së Kuvendit të dorëzojnë dorëheqjet e tyre formale siç ua kërkon ligji për qeverinë që është miratuar nga legislatura e kaluar, në mënyrë që t'i hapet rrugë konstituimit të Kuvendit dhe të evitohen bllokada krejtësisht të panevojshme. Në radhë të parë, kryesuesi i seancës sot nuk ka pasur fare nevojë që t'i ftojë në konsultim subjektet politike. Ekzistimi i afatit 48 orësh është pikërisht për çështjen e konsultimeve mes subjekteve politike dhe unë vlerësoj që në vend se të shkruheshin letra për presidentën, përgjigje të cilave vetë se dieshin, ndonse unë vlerësoj pozitivisht qasjen e presidentës, besoj që është dashur që të mbahen konsultimet e nevojshme në mënyrë që të trajtohet dhe të zgjidhet kjo çështje. Megjithatë, edhe në kuptim të mbarvajtjes së seancës, zoti Dehari nuk e administroi seancën siç duhet, sepse në radhë të parë i njëjti nuk shkoi sipas rendit të ditës, e që në këtë rast do duhet ishte në radhë të parë mbledhja edhe një herë e komisionit për verifikimin e mandateve, nxjerrja e sërishme e një raporti